Si mendoni sa paguhet një mësimdhënës në vendet e Bashkimit Evropian? 700, 800, 900, 1000, 2000, 5000 apo 7000 euro? Nëse menduat dhe ju këtë fundit natyrisht nuk gabojeni fare, sipas një raporti të Organization Economic Corporation, thuhet se pagat e mësimdhënësve në vendet e Bashkimit Evropian variojnë nga 55.000 deri në 70.000 euro, e gjitha kjo natyrisht në nivel vjetor të pagave, por si qëndron situata në vendet e Ballkanit Perëndimor. Paga mesatare e mësimdhënësve në vendet e Ballkanit Perëndimor natyrisht që nuk është e njëjtë, varion nga 650 deri në 1000 euro. Pagë mesatare nga 900 deri në 1000 euro marrin mësimdhënësit e Shqipërisë dhe Malit të Zi, të ndjekur më pas nga Serbia, ku paga mesatare e mësimdhënësve është nga 800 deri në 900 euro, vijon më pas Maqedonia me pagë mesatare nga 700 deri në 800 euro dhe Kosova me 680 deri në 750 euro pagë mesatare të mësimdhënësve. Sipas të njëjtit raport, thuhet se mësimdhënësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor marrin nga 7, 8 deri në 10 herë pagë më të ulët se sa mësimdhënësit e vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe me këtë dua t'ju uroj gëzuar 7 marsin, ditën e mësuesit, dhe njëkohësisht të parashtroj një pyetje nëse është mjaftueshme paga e një mësimdhënësi në vendin tonë dhe a ka nevojë e njëjta që të rritet akoma.